Në këtë kapitull, Imam Buhariu, Allah më shëroft, në flet për një formë tjetër të mos respektimit, atë të sharjes së prindërve. Imam Buhariu e citon hadithin e transmetuar nga Abdullah ibn Amri radiallahu anhuma, në të cilin qëndron se Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: min al-kabair an yashtima ar-rajulu walidayhi. Është prej gjunaheve të mëdha, është prej mëkateve të mëdha, është prej gabimeve të mëdha që njeriu t'i shanë prindrit e tij. Për shkak se nuk është normale, nuk është e rëndësishme që njeriu t'i shanë prindrit e tij, prandaj e kanë pyetur pejgamberin alayhi salatu wassalam, kayfa yashtim, si ndodh që njeriu t'i shanë prindrit e tij, ose si i shanë prindrit e tij. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: yashtimu ar-rajula fa yashtumu abahu wa ummah. Kur njeriu e shan dikë tjetër, ja shan babain dhe nënën, atëherë bëhet shkak që të tjerët ja shajnë këtij babain dhe nënën. Pra, në këtë hadith, pejgamberi alayhi salatu wassalam po flet për dy gjëra. E para që në parim t'i shash prindrit është prej mëkateve më të mëdha, dhe e dyta që sharja ka një koncept të zgjeruar që e përfshin edhe rastet kur njeriu në mënyrë të tërthartë bëhet shkak që dikush t'ia shajë prindrit atij. Pra, nëse e sham babain e dikujt ose nënën e dikujt dhe pastaj dikush ta kthen me sharje, në këtë rast konsiderohesh që edhe e ke sharë babain ose nënën tënde. Po kështu, Imam Buhariu ka përmendur edhe një citat nga vetë transmetuesi i këtij hadithi, nga sahabiu nderuar Abdullah ibn Amri, i cili ka thënë kësaj: min al-kabari inda Allahi ta'ala an yastasibba ar-rajulu liwalidayhi. Tek Zoti është prej gjunaheve të mëdha që njeriu të bëhet shkaktar për sharjen e prindërve të tij. Pra, përveç që ka transmetuar hadithin ky sahabi nderuar, po kështu ka treguar se është prej gjunave të mëdha, është prej gabimeve të mëdha që njeriu bëhet shkak që t'i shahen prindërit e tij. Sikur ka dashur me këtë që na e kujtoi neve se ndonjëherë disa gjëra që ne i marrim ndoshta jo për të mëdha, ato në fakt tek Allahu te bareke ve teala mund të jenë shumë të rrezikshme. Dhe jo rastësisht Allahu ka thënë në Kur'an: wa tahsabunahu hayyina wa huwa inda Allahi azim. Ju po e merrni për gjuna të vogël, për mëkat të vogël, ndërsa tek Allahu te bareke ve teala është mëkat i madh.